asnjëkush ka dhënë lejen e zhvillimit pa përfillur asnjërin prej kushteve. Ndaj dhe presidenti i Këshillit Evropian ndalej dhe i kujtonte se Zvërneci është zonë e mbrojtur për Bashkimin Evropian dhe nuk ke autoritet të veprosh në kokë tamë dhe në xhepin tënd në atë mënyrë. Pra ka patur një seri zhvillimesh, ndërsa ky i quante Hoxho Bondo Hoxho e tjerë me epitete. Cili prej jush pa intervistën e tij në CNN, turpi i shekullit, turpi i dheut, ju garantoj se Kim Jong-uni po të fliste nuk do fliste ndryshe. Rekej ti mushte mendjen gazetarës se s'ka projekt. Po ti si edhe e lejen e zhvillimit, kujti çfarë flet ti jam apo jo? Pse nuk bën publike, çfarë kriterësh ke përcaktuar ti? Në përputhje me direktivën Natyra 2000, e cila kërkon appropriate assessment, vlerësimin përshtatshmërisë, kërkon një seri, kërkon gjetjen e zëvendësimit të habitateve në qoftë se ato preken, dhe në qoftë se këto s'ndodhin ti nuk mund të ndërtosh. Është shumë e prerë. Të gjitha këto, ky i ka përcjell duke marrë sa shembuj se është ndërtuar në filan lagun, është ndërtuar në tjetër lagun. Në qoftë se ndërtohet në përputhje të plot me peizazhin dhe je i detyruar që çdo cenim të habitatit ta kompensosh. Jo ta kompensosh mbrapa dajtit, siç bën ai, që heq 100.000 hektar zonë të mbrojtur nga bregu, edhe fut vargmalet nga mali me gropa gjerë në Bulqiz si zonë të mbrojtur. Pra, kemi të bëjmë me një mashtrim shumë të madh. Dhe mendoj se kërkesat e paraqitura, të formuluara nga protestuesit, janë kërkesa që japin zgjidhje krizës. Ndaj dhe kërkoj me njëherë zbatimin e këtyre kërkesave. Është mashtrim me bisht, se kush do t'i zbatoj kërkesa tjera në qoftë se t'i jep dorëheqje, po çfarë ti fundi botë se ka po i këti? Do i zbatojnë kërkesa tjera, ata të cilët i kanë kundërshtuar ato akte që kanë nxjerrë ti, ata të cilët kanë vite që kundërshtojnë me gjykata dhe në parlament dhe kudo korporatën tënde të korrupsionit, investitorë strategjik që i përdoren për ministrat tu dhe akrobat tua, kanë kundërshtuar me forcë ndryshimin e ligjit për zonat e mbrojtura. Si kush t'i bëj ato? Ato i bën parlamenti dhe ti duhet largohesh me njëherë të dëgjosh zërin e qytetarëve dhe hiq dorë nga intrigat. Ka urdhëruar Blendi Goxhën tani që ta dinë qytetarët e të rit, ka urdhëruar Blendi Goxhën që në mënyrë që të shuaj protestet të organizoj sa më shumë koncerte. E dënoj këtë praktikë. Pra, të shpenzohen 10 milion euro për të dëmtuar protestën, e cila ka qëllime shumë të larta dhe jam i bindur se me asgjë nuk mund të pengohet ky uragan pa realizuar qëllimet e tij. Nisim me pyetje. Pyetja e parë nga faqja Albanian Americans. Hetimi ndaj Belinda Ballukut është thelluar dhe SPAK tashmë ka njoftuar dhe 2 akuza shumë të rënda: korrupsion dhe pastrim parash. Nëse këto akuza provohen, flitet për rrezik dënimi deri në 15 vite burg. Sa serioze i konsideroni këto zhvillime dhe a mendoni se kemi hyrë në një fazë të re të hetimeve ndaj figurave të larta të qeverisë? Faleminderit shumë i dashur bashkëdhetar për pyetjen. E drejtë. Në dosjen e parë, Lubi Balluku sipas prokurorit dënohet me 36 vjet burg. Po të shtojmë dhe këto 15 del me 60 vite burg. Por atë e ka blokuar dhe e blokon Edi Rama me të gjitha mënyrat
me të gjitha format e presionit, ndaj dhe ju bëj thirrje sot, ju, bashkëdhetarëve tanë në New York dhe kudo që jeni, të ngrihi fuqishëm kundër kësaj diktature autoritare, plaçkitse, që bazohet në krimin, dhunën, vjedhjen drogën dhe vjedhjen e shqiptarëve. Është rruga e vetme për të hapur Shqipërisë rrugën e integrimit dhe rrugën e të ardhmes, largimin me urgjencë i Edi Ramës, i cili nuk ka asnjë legjitimitet. Nëse ju keni parasysh dokumentat ndërkombëtare, së pari, qeveria aktuale e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në meritën e saj më të madhe nuk i dërgoi telegram urimi sepse zëdhënësi i Departamentit të Shtetit u shpreh se qeveria amerikane përgëzon vetëm ata që bëjnë zgjedhje të lira. Së dyti, zhvillimet tjera madhore treguan se në Shqipëri zgjedhjet u zhvilluan në kushtet e partisë shtet, jo më larg se 3 javë më parë. Raporti i Komisionit Jashtëm të Parlamentit Evropian shprehet se në zgjedhjet në Shqipëri fusha ishte pa barabartë sepse u fshi vija ndarse midis institucioneve shtetërore dhe strukturave partijake. Pra Edi Rama zhvilloi zgjedhje në kushtet partisë shtet. Të njëjtin rekomandim jep raporti i Këshillit të Evropës për zgjedhjet në Shqipëri, ku thot rekomandohet të ndahet partia nga shteti. Jemi në këto kushte, dashur bashkëdhetar. Zëri juaj kundër kësaj qeverie është më i çmuar se kurrë aty ku jeni. Faleminderit. Dritan Qausha i pyet, përse bëhen protagonistë në protestë sorosianët dhe neomarksistët e egër? Demokraci në vendin tonë e ka sulmuar papushim komunizmi. Format nga më të ndryshme deri në revolucionin komunist të 97-s. Këto 13 vite u instaluan organizata marksiste me financime nga Sorosi. Politika e Ramaduros ishte dhe është shkatëro votën e lirë, shkatëro institucionet demokratike dhe korrupsioni në majat e tij sa duhet një qeveri antikorrupsion, jo një ministri. Mënyra rezultative për të mbajtur ishte dhe është sulmo opozitën, kompromenton mediat, kompromenton ndërkombëtarët. Në këto protestë valviten simbolet komuniste, hidhen parulla kundër Partisë Demokratike. Kjo protestë duhet të ruhet nga këto fenomene, të mos përfundojë si një lëvizje çartiste. I dashur mik, shqetësimet që t'i ngren janë bazohen në çfaqje të kësaj protestes, por ajo çka unë do t'u këshilloja miqësisht, nuk duhet që gjethet të na pengojnë për të pa trungun. Trungu i kësaj proteste është një vërtet e madhe. Është një regjim i kalmur për të cilin qytetarët shqiptarë nuk ekzistojnë. I dashur mik, përftëroje veten për një moment banor të Zvornecit. Erësh në darkë në shtëpinë tënde dhe zgjohesh në mëngjes dhe gjën gardhin me tela me gjëmba si në kampin më të egër të përqendrimit. A mund ta imagjinoni, a ka qëllim dhe ky burrec, që është burrec, i kanë dërguar, me njëherë i kanë dërguar gazetarët mesazh, i kanë thënë zoti Rama, ç'bëhet kjo, si ka mundësi, s'ka kthyer asnjë përgjigje që tani do të ndaj duart si Pilati, që unë ish çishta ajo am thapë. Pra, së pari, së dyti, në çdo hap, po të bëj një pyetje ju, a ke gjetur ti
në këtë proces qoftë dhe dritaren më minimale të transparencës. Edi Rama gjithçka e ka bazuar në mashtrimin. Së treti, bëj një pyetje Edi Ramës. Edi Rama, çfarë ndeshe ti që çove Agasin dhe Agaqion aty? Thuaj u shqiptarëve sa hektar ka ble Erbyes Agasi dhe ti je gjë aksioner në zonën për ngjitur aty e ka. Je gjë aksioner me Erbyes Agasi në ato 100 hektar që ka rëmbyer Erbyes Agasi. Je gjë aksioner ti në hektarët e Don Agaqios. E di e ti që kishte një jetim 1 vjeçar, edhe për Arubën, dhe ndërkombëtar për Arubën. Çfarë pazare u bën në Aruba? Dhe ja u the ti investitorëve strategjik se ka një jetim dhe për një aferë të tmerrshme aty? Tani, sigurisht, qëndron ajo që thoti. Aty, në qoftë se korpusi, pra është një korpus në kuptimin absolut patriotik dhe po lufton për demokraci, gjethe të opozicë të atyre që përpiqen të nxjerrin gështejat në duart të tjerëve që janë të damkosur si marksist-leninist të njohur dhe përpiqen të manipulojnë një protestë të tërë, kthejnë bërtasin që s'do të jetë politike, atëherë këto janë krejtësisht të pavlerë dhe ne nuk duhet të intimidohemi. Përkundazi, demokratët do marrin pjesë dhe do mbështesin çdo protestë të drejtë në Tiranë dhe në mbarë Shqipërinë pa asnjë lloj kompleksi. Po, duhet ta them këtu. Kam kërkuar deputetëve dhe drejtuesve kryesorë të Partisë Demokratike në respekt të deklarimit të protestës si një protestë qytetare që të mos shkojnë aty për të bërë lajme se protesta po tentohet të akaparohet. Forca politike e mbështet kanë kudo në Tiranë dhe në rrethe. Demokratët kanë qenë të pranishëm dhe do jenë pranishëm si qytetar. Natyrisht, kauza e shpallur e largimit të qeverisë dhe vendimet pasuese janë kauzë që mbështet, që i ka kërkuar në mënyrë të vazhdueshme Partia Demokratike dhe i mbështet plotësisht. Një pyetje nga Muharrem Kurti, Doktor Berisha ju përshëndes. Jemi pro çdo proteste, po një gjë nuk e kuptoj nga kjo protestë, kur vendoset në peshore të barabartë pushteti me opozitën.